Është ndarë nga jeta këngëtari i njohur Shpat Kasapi, i cili ka pasur një karrierë shumë të gjatë në fushën e muzikës. Për të folur për këtë ngjarje kam të ftuar në një lidhje direkte nga Maqedonia e Veriut, qytetarin Tirona Lili. Tiron, faleminderit shumë për intervista. Faleminderit edhe juve. Tiron, kjo është një lajm shumë i trisht për gjithë shqiptarët, ndarja nga jeta e këngëtarit Shpat Kasapi. Mund ta thoni pak se si ka ndodhur? Sinqerisht unë shpreh ngushëllimet e mia ndaj familjes Kasapi, por njëkohësisht edhe ndaj familjes nënës Shpatit, zonjës Gjylim Sere. Është një rast shumë i trisht, është një rast i papritur për të gjithë shqiptarët, por sidomos për ne shqiptarët e Maqedonisë, sepse fatkeqësisht ne nuk është se kemi shumë artistë në nivelin e Shpat Kasapit dhe këto që i kishim i kemi mbajtur si xhevahir të çmuar. Shpati ishte një djalë që do ta kujtojmë seriozisht me shumë nostalgji, do ta kujtojmë me shumë dhimbje. Nga informacionet që deri më tani un kam arritur të marr për humbjen e nga kjo botë e Shpat Kasapit, domethënë ka ndodhur nga një atak kardiak që ka ndodhur në Itali. Shpati atje, sipas informacioneve që kam unë, ka qenë me familjen e tij, në këtë rast me bashkëshorten e tij, zonjën Selvie. Domethënë nuk ka mundur ta përballon kardiakun dhe në moshën 40 vjeçare që sapo ka mbushur pak ditë më parë ka ndruar jetë. Tirona, ka pas shqetësime më përpara Shpati për, po themi, zemrën? Nuk ka patur lajme të këtilla rreth Shpatit, përkundrazi domethënë ka treguar gjithmonë pozitivitet, ka treguar gjithmonë lumturi, ka treguar gjithmonë një buzëqeshje. Tani ne nuk e dim në zemrën e tij se çfarë është fshehur, po jashtë saj Shpati ka qenë gjithmonë pozitiv. Por këto janë gjërat e Zotit edhe nuk është se ne mundemi t'i kontrollojmë në këtë rast. Tiron, ka pasur reagime nga figurat njohura publike për ndarjen nga jeta të Shpat Kasapit? Patjetër që po, reagimet kanë qenë shumë të mëdha, ka patur reagime nga artistë të Kosovës, të Shqipërisë, ka qenë ndërto Arbana Osmani që ka reaguar, Luizeli, Ledion Liço, pasi që Shpati ka qenë i konfirmuar që do të ishte edhe pjesë e kastit të Big Brother VIP Albania 5, ka patur miq të afërt të Shpat Kasapit, siç është Big Mama, e cila e ka konfirmuar që në një nga xhirimet e vitit të ri, si një dhuratë sikur ta ndjente Shpati që do t'ikte nga kjo botë, kanë kënduar një këngë të dy së bashku, që domethënë do të pritet që së shpejti do të edhe kënga e fundit e Shpatit me Big Mamën. Ka patur reagime nga Rovena Stefa, nga të gjithë artistët të cilët kanë shprehur ngushëllime, zemërthyer dhe në të vërtetë është të dukur ky lajm i pabesueshëm. Kur pritet që zhvillohet ceremonia martore? Nuk ka një informacion të tillë as nga familja, sepse akoma nuk ka dalë familja me një informacion zyrtar e Shpatit. Nuk dihet akoma se kur do të sillet kufoma në Maqedoninë e Veriut dhe ku do të varroset, po nga gjitha fjalët që thuhen, domethënë lart e poshtë, pritet që varrimi të bëhet në qytetin e Shkupit, në vendbanimin e Shpat Kasapit, në ditët në vazhdim, por që ka një lajm zyrtar nuk ka për këtë për sjelljen e trupit, sjelljen e kufomës në vendbanimin e tij. Kam një pyetje të fundit, ka pasur një reagim dhe nga ish-bashkëshortja e tij lidhur me ngjarjen, si e pat këtë reagim? Po këtë e thash edhe unë që në fillim, domethënë Selvia e kishte pranuar në Instagramin e saj që ajo ka qenë në momentet e fundit pranë Shpatit, domethënë kanë qenë bashkë, ato ndoshta mund të jenë edhe ribashkuar përsëri së bashku, pas asaj kacafytjes që përflitej në rrjetet sociale, në portale, jo se është përfolur në jetën e tyre, domethënë Shpati dhe Selvia nuk është se i kanë thënë gjërat aq hapurazi, por gjithsesi domethënë ribashkimi i tyre kishte ndodhur dhe Selvia dhe Shpati kishin qenë të dy bashkë në momentet e fundit të jetës së tyre, pasi bazohemi tek reagimi që ka bërë Selvia në Instagramin e saj. Çfarë mund të thuhet në këtë rast? Roeli mbeti pa baba. Shpati nuk e di nëse e din, ka një histori të ngjajshme në jetën e tij. Shpati e ka humbur babain e tij në moshë shumë të vogël, domethënë është rritur pa baba, është rritur në krahët e nënës dhe Roeli sikur duket e përjetoi të njëjtin fat e të atit të tij. Kemi informacion se nga se ka vdekur i ati, pra
Nga e njëjta smundje, Nuk po ka them nga informacione sepse është, domethënë, një vdekje shumë e hershme. Zonja e gjylimsere, të cilën sinqerisht në Maqedoni e respektojmë shumë, nëna e Shpat Kasapit është një grua tepër e respektuar dhe tepër e nderuar në Maqedoninë e Veriut. Ajo me sakrificat më të mëdha ka rritur të dy djemtë të saj, është bërë edhe nën edhe baba për Shpatin dhe ka sakrifikuar gjithçka që Shpati të arrijë në këto nivelet në të cilat sot është. Dhe pas kësaj dhimbje shumë të madhe që normalisht për nënën në asnjë mënyrë nuk mund ta kalon, domethënë ajo do të vazhdonte jeton, por shpirti i saj e dije dhe do të vazhdon gjithmonë në kujtimin e të birit, por ndoshta një ngushëllim i vogël do të jetë fitimi i saj në këtë mes që djalin e bëri që ta duartrokasin dhe sot ta kujtojnë të gjithë shqiptarët. Tiran, faleminderit shumë për gjithë informacionet që përcollën. Faleminderit shumë. Faleminderit, lutem. Një lajm i trisht ka ardhur ditën e sotme pasi është ndarë nga jeta këngëtari i njohur Shpat Kasapi. Për të folur për këtë ngjarje të trisht, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin e njohur Elton Tozaj. Zoti Tozaj, faleminderit shumë për intervistën. Mirëmëngjes, faleminderit edhe juve për ftesën. Për fat të keq është një koincidencë e keqe, unë sa kam dalë nga një emision ku isha duke folur pikërisht për Shpatin, për ftesën e tij në Big Brother VIP, për faktin që ai e kishte pranuar ftesën dhe që mezi ishim duke e pritur se çfarë do të na ofronte në Big Brother, duke qenë se unë vetë personalisht e njoh Shpatin që nga viti 2003, kur pati hitin në shumë të suksesshëm kush të ndau prej meje dhe sot realisht kush na e ndau Shpatin edhe prej nesh. Elton, sigurisht Shpati njihet për këngët e famshme që i ka lënë muzikës shqiptare, po si e njihni Shpatin për te muzikës? Është bërë mbase do thonë njerëzit, është bërë e udhët që pasi njerëzit si ndrojnë jetë, thonë fjalët më të mira, por jo realisht është një nga ato djemë të showbizit që unë kam pasur një respekt të nuk e di, se jam edhe pak i tronditur, duhet të kuptosh, se është një nga djemët më të mirë, shumë i rregullt, një djalë familjar, nuk e di, nuk se di si thonë që ka qenë një atak kardiak, ka një as një gjë më tepër, sepse thash sa po kam dalë nga një studio dhe sa po e kam marrë vesh, më ka kontaktuar një nga kolegët tanë që është në Top Channel që më tha se çfarë ka ndodhur dhe për momentin shpresova që lajmi mos e i vërtet, po pas një verifikimi doli që është e vërtet. Nuk ka, është për mua një nga djemët më të mirë që ka pasur showbizi. Ju përmendët pak që kishte ndërmend të futej në Big Brother, pra është një burim i sigurt? Jo, nuk kishte ndërmend. Shpati kishte marrë ftesën për të hyrë në Big Brother. Dhe Shpati kishte pranuar ftesën dhe ne ishte një të Shpatin mezi po pristin që të bëheshe pjesë e reality show. Ka pasur reagime shumë në fakt nga personazhet të njohur shqiptar për ndarjen nga jeta të Shpat Kasapit. Sigurisht që Shpati një këngëtar që i ka dhënë jo vetëm po themi muzikës shqiptare, por ka qenë edhe një personazh shumë i përfolur dhe në botën e showbizit, le të themi. Asnjëherë ka pasur përfolje për keq për Shpatin. E vetmja le të themi në thojza përfolje që jo për ka qenë divorci që ka pasur, po Shpati nuk ka pasur asnjëherë edhe sa shtemet që hapën, jo për dasmën, jo për pati sherrje, po këtë që dhe ato doli që s'ishin të vërteta, unë atëherë kam kontaktuar vetë Shpatin edhe ma ka mohuar absolutisht me njëherë këtë si lajm, siç më vjen keq që nga njëherë është bërë undë si njerëzit edhe të shtifin për personazhet, po Shpati është nga ata të pakët njerëz që realisht ka pasur kurrë vend për ta sharë, për të shtifur diçka, apo për ta filmuar për diçka jo korrekte që ka bërë. Dhe kam përshtypjen Shpati është nga ata prapë të paktët personazhe që ka qenë korrekt me të gjithë kolegët e tij në botën e estradës. Valle Kosovare, një ndër këngët hit që në çdo dasëm dëgjohet. Ndau prej meje është prapë është një balad hit që do të vazhdoj, do të këndohet
për vite e vite, do të jetë e pëlqyera e të gjithëve për vite e vite dhe për brezave që do vinë. Valle kosovare, valle shqiptare, do të jetë kënga që do i shoqëroj të tërë në për të tëra dasmat edhe sot kam përshtypjen që do të marrë akoma dhe më shumë vlerë siç rëndom marrin pas vdekjes. Nuk e them dot këtë fjalën, pas vdekjes akoma nuk e besoj faktin që shpati ka ndruar jetë. Më duket një gjë le të themi e pamundur. Nuk e di, nuk di çfarë të shtoj më tepër. Realisht. Çfarë ka humbur muzika shqiptare me ikjen e Shpat Kasapit? Mjafton të them muzika ka humbur Shpat Kasapin. Besoj se i kam të tëra me kaq. Elton, si shpjegohet që po themi ka pasur kohët e fundit shumë ngjarje ku personazhet njohur po humbin jetën në moshë kaq të re nga arresti kardiak? Kjo është nuk dua të besoj spekulimet që futen lart e poshtë, absolutisht, po nuk janë vetëm mosha, po janë dhe moshat e mesme që po mbasin jetën. Kam përshtypjen kjo është ajo që Covidi i ka bërë njerëzve, kjo është pasoja post-Covid, kështu që dua të ngelem te kjo gjë. Unë kam humbur goxha njerëz të afërt që unë i njoh, miq që kanë humbur jetën si pasojë e studieve shoqëruse që janë theksuar pikërisht pas Covidit, ataket kardiake që janë shtuar pas Covidit. Kështu që kam përshtypjen kjo është trendi i ri që neve duhet të mësojmë të jetojmë, duhet të jetojmë me frikën që një ditë mund të ndodhi edhe ne. Elton, faleminderit shumë për intervistën dhe Faleminderit për juve. këtë ngjarje kaq të trisht për muzikën shqiptare. Shpresojmë që të dëgjojmë për lajme më të gëzueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ndjesem një herë, po ja kam dhe qoftë kam një dot ose një ditë, besoj që tam një kuptonë. Faleminderit shumë. Faleminderit.